Do të dëshiroj të flas me ju edhe për një element të rëndësishëm që është ky segmenti përpara se sa të ndodh një marrëdhënie bilaterale detyrueshmërie midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Ky moment nuk ka ardhur akoma, ata kanë një dividencë, kanë një dyshim, kanë një shqetësim, ju sapo përmendët Gjermaninë dhe kjo ekziston, por përpara se t'ju pyes se sa rrezik ka qeverisja e Shqipërisë që të marri disa masa të dyshimta problematike përpara se të filloj lupa e Bashkimit Evropian të bëhet më e detajuar, më problematike, më detyruese. Në raport me këtë, dua t'ju bëj një pyetje në lidhje sidomos me një ngjarje që analistët e kanë përfolur relativisht pak, u desh të bënte një deklarat të fortë deputeti Belind Këlliçi, pastaj kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha tani ka folur, mbas kaq kohësh, por ndërkohë procesi ka ndodhur shumë kohë përpara në raport me atë që quhet Jet Bank, domethënë një bankë online, e cila ka emra të dyshim për ata që e kanë ndjekur, gjithashtu për ata që e kanë një vëmendje shumë të madhe në Shqipëri, duke ju referuar edhe materialit jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë rast zotit Këlliçi. Për shembull, nëse ti kërkon në faqen e Bankës së Shqipërisë, nuk ka informacion për këtë bankë. Kjo konsiderohet të jetë një bankë e cila mund ka rrezikshmërinë e lartë për të larë para, për transferuar para, për të përpunuar në mënyrë të padrejtë Bitcoin, dhe për të ndihmuar grupimet të cilat në cilat kanë investuar. Kjo frikë ekziston për ata që e ndjekin, për analistët që e ndjekin. Në këtë rast, kjo tregon edhe që mund të ketë një tendencë e qeverisjes dhe e kryeministrit për të bërë disa veprime të kritikueshme përpara se të konsakrohet një marrëdhënie finale, detyrueshmërie e përbashkët, por në këtë rast e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ka një optik të tillë edhe në Bashkimin Evropian, ka një frikë që qeverisja e Shqipërisë, zoti kryeminist Rama, mund të marrë disa veprime të dyshimta, duke filluar në rastin konkret Jet Bank, portet, malet, fushat dhe gjithçka tjetër. Si shihet, cili është këndvështrimi në cilët mund të shihet në Bashkimin Evropian aktualisht? Një nga politikanët më të mëdhenj të Evropës, Winston Churchill kishte thënë që mund të gënjesh, mund të mashtrosh shumë njerëz për pak kohë, ose pak njerëz për shumë kohë. Që të mashtrosh shumë njerëz për gjithë kohën nuk ndodh. Dhe këtë duhet të ketë parasysh qeveria shqiptare, sepse shtetet e Evropës shumë mund të mbyllin syt, sepse dëshira e tyre për integrim dhe për zgjerimin e Evropës mund të jetë më e madhe se sa tertipet e vogla që mund të bëjë një shtet. Dhe kjo nuk do të vetëm me Shqipërinë. Nuk besoj se shtetet e Evropës nuk kanë info se çfarë po bëhet me pastrimin e parave në Shqipëri. E din që kullat e Tiranës, 2/3 e kullave janë dritat e fikura dhe janë para fiktive, pra janë vet qeveria Rama thotë që gjatë qeverisjes së 13 vitet e fundit mungojnë nga Shqipëria 1 milion banor. Në të njëjtën kohë që njerëzit po ikin nga Shqipëria, po ndërtohen kulla dhe parate. Kush do rinë këto kulla dhe në këto pallate? Disa gjëra janë kollaj të kuptueshme se si funksionojnë pastrimi i parave, se si funksionon ekonomia si e paligjshme në Shqipëri. Dhe të gjitha këto, sado që të mundohet qeveria shqiptare të anashkalojë dhe të marrë ca vendime para se të forcohet presingu ose të forcohet kontrolli nga BE-ja, nuk mund të arrijë. Nuk mund të arrijë. Duhet të jemi të qartë, duhet të jenë qytetarët shqiptarë, po edhe politikat të qartë, sepse shtëpia jonë e përbashkët, atje që aderon dhe do të veshë Shqipëria, Bashkimi Evropian ka ligje dhe norma. Dhe askush nuk është mbi këto ligje dhe mbi këto norma. Duhet të dini që edhe shtetet tjera dhe rajoni dhe Greqia shumë herë ka tentuar në punën e financave dhe të subvencionimeve të gënjej ose të zbukuroj gjendjen në Greqi. Po erdhi dita që pagoi llogarinë. Po thashë falimentoi 2012-ën dhe për një 10 vjeçar populli shqiptar, populli grek në kurizën e vet provoi sanksionet e BE-s, sanksionet ekonomike. Shqipëria nuk ka luksin për të pushuar një gjë të tillë
dhe duhet të jenë politika shqiptare shumë e kujdesshme. Zoti Rama mund të një javë të jetë me Trumpin, javën tjetër të jetë me Sanchezin në Spanjë, mund të mbroj një tezë, javën tjetër tezën tjetër, po duhet të di që të gjitha këto shtetet e Evropës i din në raportet e tyre të gjitha institucionet, edhe Këshilli i Evropës, edhe Parlamenti Evropian, po edhe Komisioni i paraqesin, tashmë në mënyrë më të qartë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse mund të bëjë një dëm i pariparueshëm. Këtu